Në fillim të javës, në mbarim u ulën në tryezën e bisedimeve delegacionet amerikane dhe ruse në Arabinë Saudite me qëllim dhënien fund të luftës në Ukrainë. Specifika e takimit ishte sigurimi i një marrëveshje të veçantë armpushimi në detin e Zi, që do të lejonte rifillimin e eksporteve të grurit nga portet e Ukrainës. Bisedimet mes delegacioneve zgjatën 12 orë, një rekord ky i fundit, por pavarësisht diskutimeve të gjata, asnjëri nga vendet nuk nxitoi të shpallte rezultatet. Në vend që të lëshonin një deklaratë të përbashkët pas përfundimit të bisedimeve, SBA-ja dhe Rusia lëshuan deklarata të veçanta më pas me ngjashmëri, por me ndryshime tek disa detaje thelbësore. Ukraina dhe Rusia arritën marrëveshje për armpushim në detin e Zi dhe koordinimin të detajeve për ndalimin e goditjeve në infrastrukturën energjetike, tha Shtëpia e Bardhë, ndërsa Kremlini lëshoi një deklaratë duke konfirmuar se vendet ranë dakord për të garantuar sigurinë e lundrimit në detin e Zi. U përmend gjithashtu se SBA-ja do të ndihmonte në rivendosjen e aksesit të mallrave bujqësore ruse në tregun global. Kremlini tha se armpushimi do të hyjë në fuqi vetëm pasi të jenë plotësuar disa kushte, nëse disa sanksione ndaj Rusisë hiqen pjesërisht. Në mënyrë të veçantë, Rusia po kërkon hiqjen e kufizimeve ndaj kompanive të përfshira në eksportet e ushqimit dhe bankave që i mbështesin ata. Kremlini kërkon gjithashtu që të hiqen sanksione ndaj anijeve me flamur rus që tregtojnë ushqime dhe plera kimik, si heqjen e kufizimeve për importet e pajisjeve bujqësore në Rusi. Ndërsa Shtëpia e Bardhë u shpreh se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kishte rënë dakord për një armpushim në detin e Zi, pasi Rusia lëshoi deklaratën e saj, ai reagoi ashpër, duke akuzuar Moskën se gënjen për kushtet e negociatave. Ka diçka për të cilat në Kremlini po gënjen sërish, se gjoja heqja në detin e Zi varet nga çështja e sanksioneve, tha Zelensky në fjalimin e tij drejtuar popullit të Ukrainës. Në realitet, tha ai, armpushimi në detin e Zi nuk ka qenë i lidhur me sanksionet kundër Rusisë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se heqja e sanksioneve ruse do të ishte një katastrofë për diplomacinë. Sipas interpretimit të Shtëpisë së Bardhë, marrëveshja do të eliminonte përdorimin e forcës në detin e Zi për livrimin e tregtisë detare. Në deklaratën e Shtëpisë së Bardhë përmendet gjithashtu se SBA-ja do të ndihmojë në rivendosjen e qasjes së Rusisë në tregun botëror për eksportet bujqësore dhe pleherore, në uljen e kosteve të siguracionit detar për përmirësimin e aksesit në portet dhe sistemet e pagesave për transakcione të tilla. Është e paqartë nëse kjo do të përfshinte një lehtësim të pjesëshëm të sanksioneve. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov tha se në komente televizive të martën se Rusia dëshiron të bazojë këtë iniciativë të re të detit të Zi në marrëveshjen e mëparshme të grurit, por paralajmëroi se interesat ruse duhet të mbrohen. Pavarësisht mosmarrëveshjeve të dukshme, ekspertët thanë se palët e përfshira në negociata ka të ngjartë arrijnë së shpejti një armpushim në detin e Zi. Analistja politike Aleksandra Filipenko, studiuese lituaneze në Institutin e Studimeve për Kanadan dhe Amerikën, beson se marrëveshja është më e madhja e disa hapave të vegjël përpara. Nuk është një përparim i madh, por është një hap drejt reduktimit të rreziqeve të përshkallëzimit, shtoi ajo. Sipas OKB-s, marrëveshja e drithit me Ukrainën lehtësoi eksportin e 32 milion ton drith në 45 vende në 3 kontinente midis korrikut 2022 dhe korrikut 2023. Siç tha në atë kohë sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, marrëveshja ishte vendimtare për sigurinë globale të ushqimit. Thjesht fakti që Rusia lëshoi një deklaratë të saj në kushte të veçanta e ka shtyrë presidentin e SBA-s Donald Trump të akuzojë presidentin rus Vladimir Putin se ka penguar një marrëveshje paqe. Në një intervistë në rrjetin kablor të lajmeve Newsmax, Trump tha se rusët po e zvarrisin një marrëveshje. Aleksandra Filipenko i sheh deklaratat e Trump si një largim domethënës nga premtimet e tij të mëparshme për t'i dhënë fund konfliktit shpejt. Në muajt e fundit, qëndrimi i Trump ndaj Putin është zhvendosur nga admirimi i fshehtë, habia dhe besimi se Putin e respekton Trumpin dhe është gati të arrijë një marrëveshje të shpejtë. Tani tek një qëndrim më i kujdesshëm dhe më skeptik, vë në dukje Filipenko. Ndërsa një analist politik beson se Donald Trump do të bëjë lëshime për Kremlinin. Sipas tij, Trump nuk ka ndërmend të kritikojë Putin për mosgatishmërinë e tij për të bërë paqe. SBA-ja po investon një sasi të konsiderueshme kohe për të arritur të paktën diçka. Kështu që unë do të supozoja se ato do të vazhdojnë të përpiqen të përmbushin të paktën një pjesë të premtimeve të Rusisë në një farë mënyre përpara se të thotë se faji i Putin që asgjë nuk po funksionon. Tha ai, në fakt situata duket më e qartë dhe më e favorshme për Rusinë. Sipas tij, një armpushim në detin e Zi nuk i kushton asgjë Rusisë.